Ky emision mundësohet nga Podravka. Mirëmbrëma për ju shikues të dashur dhe mirë se po takohemi në një tjetër epizod të emisionit Pasion e Profesion. Sonte kemi një mbrëmje të veçantë për ju. Nga qyteti i bukur i Gjakovës na bashkuan mysafir shumë të veçantë, të rinj të zot me të cilët do të kemi një bisedë të ngrohtë dhe plot inspirim. Ndërsa në kuzhinë do të përgatiten specialitete që me siguri do t'ju hapin oreksin. Ata që do gatuajnë sot për ne ndajnë dashuri të madhe për artin e gatimit. Po ju prezantoj edhe me mysafirët tanë të veçantë. Këtu bashkë me mua është Leon Gjemajri. Leon, mirë se erdhe. Është kënaqësi e madhe të kemi këtu në studion e Pasion e Profesion. Po besoj që me Leonin vetë se njiheni kështu përmes rrjeteve sociale, sepse është goxha aktiv dhe na hap për një mend oreksin, kështu kur e shohim ato në rrjetet sociale, ato videot e tij kaq me gatime të shishme. Leon, si filloi gjithçka për ty në rrjetet sociale? Në rrjetet sociale ka fillu si vjet, e ko pas plan mati, po dyshysh jam pak si introvert si personalitet edhe nuk kom pas qef mu kallëzu shumë në rrjetet sociale, po dikur vendosa se dyshysh e kom pasion gatimin edhe pse me profesion jam kej diçka tjetër, po ja nisa që aty në shpe, tu pregadit qka haun e qka më pëlqen mu me hongër edhe dyshysh ke pa të kuptim me vazhdu me bo që ata që jem të bo për momentit. Edhe bën vërtet video shumë interesante, ushqime shumë interesante, për gjithashtu edhe paraqitja jote në rrjetet sociale është shumë e veçantë. Po, faleminderit, po më vjen mirë, po më vjen mirë. E misë na erdhë dhe në Pasion e do shohim se çfarë kemi përgatitur sot, por ta prezantoj edhe një herë Pashtrik Shaqirin, i cili vjen përsëri në studion e Pasion e Profesion. Është shumë kënaqësi e madhe që Pashtrikun do e kemi vazhdimisht në Pasion. Jo gjatë gjithë kohës, por Pashtriku do na vizitoj kështu do një ditë si sot shembull. Faleminderit shumë që ke ardhur. Shumë faleminderit. Edhe një herë dhe faleminderit që do jesh pjesë e Pasion e Profesion. Është kënaqësi për mua. Pashtrik, kemi kalu shumë mirë edhe episodin e kaluar. Gjithashtu. Ka qenë eksperiencë fantastike, për gjithashtu edhe pjatat tua kanë qenë shumë të mira. Jemi kënaqur me ushqimin që e ke përgatitur. Po sot çka kemi na përgatitur? Sot kemi vendosur me gatu një post tradicionale, është pakeri me fruta deti. Një pjatë të thjeshtë, po me pak atmosferë kështu të detit në studion e Pasion e Profesion, po besoj edhe në shtëpitë e juaja shikues të dashur, dhe do mësoni receta të reja kështu, sepse tashmë vetë se edhe po hym në sezonën e ngrohtë, vetë se kemi hyrë pranverë, po që edhe verës nuk ka më të mira se frutat e detit me shiu. Leon, çka kemi përgatitur sot? Unë kam përgatitur një pjatë aziatike që ka emrin Kung Pao Chicken, është një ndër të preferumet e mia, edhe të shohim tash ju pëlqen edhe juve. Mezi po pres me i provu këto dy pjata, gjithashtu mezi po i pres me i provu ushqimet e tua, sepse ashtu për rrjeteve sociale kam thonë që shumë sigur përgatit shumë mirë. Tash do e vërtetojmë. Do e vërtetojmë sot. E shohim. E shikues dashur, mos harroj t'ju tregoj, jani me mua deri tek këndi i Premium Bakery. T'ju tregoj që në për të gjitha lagjet gati të Prishtinës mund të gjeni produkte të Premium Bakery. Kemi produkte shumë të shijshme nga të gjitha llojet, por gjithashtu këto bukt e premiumit, kaq të shijshme që janë, mundeni me i përgatit vetëm për 8 minuta. Ato 8 minutat e furajgjis janë vërtet 8 minuta, kështu që mos harroni të blini, edhe i keni të gatshme ndonjëherë mbas punës, për 8 minuta e bëni gati darkën edhe i keni bukt gati. Ne dajemi, shkëputemi për bllokun e parë të marketingut, kështu që qëndroni me ne sepse rikthehemi vetëm pas pak në studion e Pasion e Profesion.
Shikues të dashur, u rikthyem nga bloku i parë i marketingut e unë dua t'ju prezantoj diçka. Kjo është pashteta nga Podravka, e cila është ndarë mekanikisht nga eshtrat, gjithashtu është pa vaj palme. Pra, këtë pashtet mund ta hani, mund ta shijoni, sepse është shumë e mirë, pra është burim proteinash, kështu që është e shëndetshme dhe mund ta merrni ta lyeni një copë bukë dhe ta hani shumë sheshëm. E pra, unë tash do ju qoj dika tjetër. A ta lu këto lënë është ta duhet? Ose ma vune ma një copë bukë dhe hane? U kry. Pak para ushqime. Mos me ha une. E tani juftojmë që ta ndisni historinë e përgatitur tek Mrizi i Zanave, një vend ku natyra e qetë takon kuzhinën tradicionale. Do të zbulojmë natyrën e bukur që rrethon këtë vend, mënyrën se si përgatiten gatimet e freskëta dhe pasionin që fshihet pas çdo pjate. Qëndroni me ne, sepse në minutat në vazhdim do të shihni pamje të mrekullueshme, shije autentike dhe histori që e bëjnë këtë vend kaq të veçantë. E ne jemi kënaqur atje, shpresoj që edhe ju do kënaqeni duke ndjekur këtë material. Dashur, si që tregova edhe më herët, jemi tek ky vend i mrekullueshëm, jemi tek Mrizi i Zanave. Po besoj që shumë prej jush edhe keni qenë këtu, por për ju që nuk keni qenë, ju ftoj patjetër që të vini dhe të shihoni këtë ambient të mrekullueshëm, por gjithashtu edhe ushqimin që mund të gjeni këtu. Këtu bashkë mua do e bëjmë një intervistë, është Kamila Matosha, e cila është menaxhere tash 6 vite tek Mrizi i Zanave dhe do na tregojë gjithçka rreth fillimit të këtij vendi kaq të mirë, por gjithashtu edhe do flasim rreth ushqimit dhe rreth gjithçka tjetër që e bën këtë vend kaq të veçantë. Kamila, faleminderit shumë që pranove ftesën dhe faleminderit shumë që na mikpritet këtu. Faleminderit shumë nga ju. Është kënaqësi e madhe që jemi këtu dhe fatmirësisht për ne koha moti është shumë i mirë dhe po e shohim kështu në maksimum. Mund të flasim ndoshta se si ka filluar gjithçka këtu tek Mrizi i Zanave, si erdhi, si lindi ideja e fillimeve të këtij vendi. Atëherë fillimisht Mrizi është ndërtu dhe është kriju si koncept dhe gjithçka nga 2 vëllezër që kanë marrë shumë kohë më përpara rrugën për emigrim. Ato fillimisht kanë jetuar në Itali dhe pas disa vitesh janë rikthyer dhe kanë ndërtuar diçka tyre këto. Ideja kësaj është sepse normalisht kushdo që jeton jashtë e din mallin sidomos për ambientin, për vendin e tij, por gjithashtu edhe për gatimet tradicionale, gatimet e nanës, kështu. Po. Dhe pikërisht nga kjo është marrë si dëshirë e tyre e madhe që të ndërtojnë diçka në vendin e tyre dhe që të mos hupin mbi gjitha traditat dhe gatimet që këtu bëhen. Po. Thash edhe pak më herët që gjithçka është bio, është autentike, po ndoshta më na tregu edhe ti pak më vonë rreth ushqimit, po të flasim edhe pak se çka e bën më të veçantë Mrizin e Zanave në krahasim me vendet e tjera të cilat janë në Shqipëri. Po mendoj që njëra që është më kryesorja është ushqimi lokal, pra që çdo gjë që prodhohet këtu në Shqipëri, ajo kthehet në ushqim te Mrizi këtu, pra. Po sa është e rëndësishme përdorimi i produkteve lokale për ju? Kjo është gjëja më rëndësishme, kjo është ajo kryesorja që e bën Mrizin. Sepse këtu në Mriz janë rreth 400 familje që janë të punësume për të prodhuar këto produkte që ne përdorim këtu. Sepse normalisht me fluksin që ka, me
rezervimet që janë, me çdo gjë që është si në sezon, si gjatë gjithë vitit, është e pamundur që ne t'i prodhojmë këtu në Mriz çdo gjë, pra te vezat e mishit, te qumshtit, te produktet në tërësi. Dhe për këtë është një fshat më tepër se një fshat i tërë që punon dhe sjell produktet e tyre këtu. Po, pa mundesh më na fol pak edhe për këtë zinxhirin nga ferma në tavolinë. Atëherë, siç thash, për këtu janë të punësuar me 400 familje që gjitha këto punojnë në shtëpitë e tyre, si më thënë. Ato mbajnë, dikush mban pula që prodhojnë vezët, sjellin dhe pulat, mishin e pulës tu patjetër. Ka familje që mbajnë lopë, që sjellin mishin e viçit, mishin e lopës, që sjellin qumshtin e tyre. Pra, të gjitha këto familje kanë një kontribut madh që e sjellin këto. Dhe pastaj në momentin që vinë këtu, ne kemi baxhën që prodhojmë aty djathin, gjizën, djathin kaqkavall, sipas tinës pastaj kemi djathin e dhis, pra një shumëshmëri që ne e bëjmë. Po cila është një nga pjatat që çdo vizitor ndoshta e kërkon më shumë ti? Atëherë një nga pjatat janë ato tipike tradicionale, më shumë janë dhe këto mezet që ne i sugjerojmë gjithmonë, janë byrek, turshi, perimet e stinës, janë mish i kecit gjithashtu që është tradicionali joni, këto më shumti. Po, menuja ndryshon sipas sezonit? Patjetër ndryshon sipas sezonit, sepse Çfarë ka ndryshe? Tash për shembull jemi duke hyrë në verë, çfarë ndryshon? Çfarë mund të gjejnë të gjithë ata që dëshirojnë të vinë dhe ndoshta ta shijojnë një drek, darkë? Di të them që ato nuk mund të gjejnë për shembull domata apo këto që nuk është stina atyre, sepse nëse duan të provojnë një shije ndryshe, duhet të provojnë patjetër perimet e sezonit, duhet provojnë çdo gjë që është e sezonit tani, që të jenë freskëta dhe të kenë atë shijen e tyre, pa shumë merza, pa shumë që t'ja u hupin sado kudo atë. Po çfarë përvojë dëshironi që ju t'i krijoni edhe vizitorëve që vinë këtu për herë të parë? Atëherë përvoja që një vizitor mund të kalojë këtu është të shikojë drejt për drejt se si këtu punohet, se mendoj që është mënyra më e bukur që të shikohet që te fermeri që sjell ushqimin, deri te punëtori që e prodhon atje. Mund të vizitojnë ambientin që prodhohet gjithçka, siç është kantina verës për punimin e qumshtit, i mishit, i fruta perimeve. Dhe kjo është një eksperiencë plot, besoj. Po. E këtu po na shoqëron pra në këtë tavolinë edhe lëngu i Shegës. A mundesh më na tregu rreth këtij lëngu pak, sepse e pash që kur erdhëm të gjitha tavolinat ishin të servuara për gjithë vizitorët që vinë këtu me lëngun e Shegës. Ky është lëngu i mirëseardhjes, se quajmë ne, që nuk është gjithmonë i njëjti, pra nuk është gjithmonë i Shegës, sepse është me sezone. Ky është shurup shege që hollohet gjatë, do të thënë shurupi i shegës mbahet një farë periudhë, pastaj hollohet dhe përdoret për ta pikshu. Ndërsa mund të jetë periudhat që tani e ndryshojmë dhe fusim dhe lëngun e thanës, pastaj e më vonë të trëndafilit, kështu gjithmonë. Do të thotë e keni si me sezoneve këto. Po, patjetër, pra nuk është gjithmonë i njëjti ky. Kamila, po të flasim edhe pak se si ka ndikuar agroturizmi mrizizanave në zonën përreth, në zhvillimin e kësaj zone? Mendoj që në momentin që Mrizi është hap, realisht zona ka pas një zhvillim të madh. Sepse unë mund të flas për veten time që para shumë viteve që unë po filloja punën, tu akoma mentaliteti ishte i mbyllur që një vajzë nuk mund punojë, një vajzë duhet të qëndrojë më shumë në shtëpi, si mentaliteti asaj kohe. Por pastaj në momentin që unë kam kërku punë këtu, mund të kem kërku punë për pjatalar, se që të hy vetëm të kem një punë. Do shta ke qenë edhe prej të parave? Po, diku aty. Pastaj ka qenë ideja që këtu është shumë ambient familjar, është shumë ambient që sjell shumë turista të huj, është kjo ka bërë pastaj që dhe familja ime dhe shumë, nëse ju e keni vënë re këtu ka shumë goca që shërbejnë dhe Po më duket është
pjesa ndër pjesë më të mira. Po, pastaj këtu afër pastaj janë hap dhe disa bujtina të tjera, sepse nga kërkesa madhe që kemi pas për vizitorët, sidomos për qëndru këtu, ne do kishim mund të hapim një hotel të ri, ose të hapim më shumë dhoma, ose patjetër ta kalonim gjithë ekonominë këtu në Mriz, brenda Mrizit, por ka qenë një sugjerim i pronarëve që të hapin këtu afër disa bujtina të tjera që vizitorët kenë mundësi jo vetëm Mrizin, po të shijojnë dhe familjet mikpritëse të këtij vendi, siç janë, nëse mundemi patjetër mund t'ju hedhim një sy, janë të hap disa bujtina të tilla këtu. Dhe kështu avash gjithçka zhvillohet të hapet pak në zonën. Po besoj që arsyeja kryesore ndoshta është ajo që e përmendë edhe ti, vizitorët e huaj. Po, a mund të shmë na tregu pak se ndoshta keni mujt me vrejtë edhe ju këtu, prej cilat vende më shumë t'i ka vizitor, përveç Kosovës dhe vendeve përreth? Po, nuk është fiks arsyeja kryesore vizitorët e huaj, por këtu ka nga Gjermania, Italia, Norvegjia, Franca, shumë, nga këto shtete kryesisht. Po, cilat janë planet e Mrizit për të ardhmen? Të ruaj këtë kulinari, të ruaj këtë mënyrë, këtë cilësi ushqimi, të ruaj traditat më shumti të këtij vendi, kryesisht këto. Kamila, po cili është sekreti i suksesit të Mrizit të Zanave? Sekreti i suksesit mundem më thanë që është i vetmi ushqimi autokton i këtij vendi. Pra, të mos ketë transporte, të mos ketë eksporte, importe të shumë produkteve që ne po shohim sot, por të jemi sa më shumë prezent në këto ushqime që ne mund të ofrojmë dhe me këto ushqime që zona këtu mund të ofrojmë. Po si i fton të gjithë shikuesit e emisionit Pasion e Profesion që të vinë dhe të shijojnë një ditë këtu tek Mrizi i Zanave? Atëherë arsyeja e kryesore pse ne i ftojmë dhe ne kemi dëshirë që gjithmonë t'ju tregojmë është mikpritjen që këtu mund ta gjejnë, siç ju thash më përpara, si nga stafi, si nga Mrizi, por e gjithë zonës përreth, për shumë nga produktet lokale të këtij vendi dhe atë shihen tipike të, mund të themi, të fishtës të vendit këtu ku jemi. Kamila, faleminderit shumë. Faleminderit nga ju. Që gjete kohë, ishte shumë kënaqësi dhe po vazhdojmë ta shijojmë këtë vend të mrekullueshëm ne. Shumë faleminderit. Shikues të dashur, kjo ishte edhe vizita jonë tek Mrizi i Zanave, e cila pra nuk ishte vetëm për ushqimin, por ishte e tëra si një eksperiencë shumë e bukur. E ju kur të vini, patjetër që duhet ta shijoni të gjithë eksperiencën dhe të gjithë ju që nuk keni qenë ende, ju ftoj të vini dhe të vizitoni këtë vend të mrekullueshëm. Shikues të dashur, ndoqëm së bashku dhe materialin tek Mrizi i Zanave, pajt edhe atmosferën atje, por gjithashtu dhe sa jemi kënaq. E unë po e shoh se çka po bën dhe unë tash, Leon. Unë i bona senet gati, pulën e marinova, perimet i kom bo gati, tash të këtë që kom e bo, është mja nisë me pjekë qëta, edhe të na po më duket që pas ke përdor erza të Podravkës, apo jo? Po, përdora biberin, për më heret, edhe vegetën. Okej, shumë mirë. E kur jemi te Vegeta, mos harroj t'ju tregoj diçka shikuesve tonë, që Vegeta ka ardhur me paketimin e ri. Ky është paketimi i vjetër dhe ky është paketimi i ri i Vegetës nga Podravka, ku po ju tregoj kështu që mos të ngatroheni kur shkoni ta blini, sepse e dim që shtëpitë tona nuk rrin kurrë pa Vegeta, kështu që këtë Vegetën
e merrni në përmarkete, edhe i shijoni ushqimet e mrekullueshme të cilat i përgatitni me të. Jan, a mundesh më na tregu pak për ushqimin tënd preferum? Ushqimi jam i preferum, çka do që ka pull në ta e du shumë. Po, kuzhina jam e preferume, më thonë është asiatike. Asiatike, kuzhina jote preferume. Ushqim preferum sakt, nuk e di. Nuk ki ndonjë pjatë kështu të veçantë që e preferon ti? Jo, ushqimin e du shumë, kështu që nuk moj mu fokusu me një vend, që do gjithë më pëlqen me pas lloj shmëri, për që ato s'po moj me thonë sakt, diçka që pëlqen. Po, besoj që të ka rastisë edhe me u thunë për vendin ndryshme, po cili ndoshta ka qenë ai ushqim që ty të ka bu për shtypje, ndoshta jo me diferencu kështu me shije që ty të pëlqen më shumë, po për shtypja jote për ndonjë ushqim kështu në veçantë. Të menoj pak. Është një që me thonë prapë po këthejnë atë asiatike, se S'dën me dojtë veçantë. Mlojnë për shtypje shumë. Është një pastë të sojës që ka emrin gochujang, që është shija që mu më pëlqen mas shumë ti. Ata e kësha qitë gjatë kohën, edhe në papuqe e kësha qitë dhe kësha hongër. Qarë për shkrimi. Kjo për shije që po të pëlqej ka dhe shumë. Shumë, në vërtet. Okej, po t'jo edhe me vazhdu ty recitën tënde, Faleminderit. sepse kemi shumë mysafir veçantë që kanë me shiu. Shpresoj që kam ju pëlqy, Po besoj po që shija po. është relative. Mu më pëlqen që ato e di sigur. Po besoj që edhe neve. E shikoj së dashur, jam të këndi i ETC-s. E kur jemi të ETC-ja, dua t'ju rikujtoj edhe një herë mundësin për të qenë fituesi lojë shpërblyese që Pasion e Profesion në partneritet me ETC-n ka vendosur të bëj. Krejt çka duhet me bo, është me hi në faqen tonë zyrtare në Instagram, Pasion e Profesion, edhe me indjek rregullat e cilat janë aty. Por gjithashtu të gjitha produktet që keni nevojë për shtëpitë e juaja mund t'i gjeni në ETC, përfshirë edhe pastat e mrekullueshme dhe shumë të shijshme nga P&K. Po shkoj pak po e shoh edhe pa shtrikun, se diçka s'po i njihet zoni. Pa shtrik marë. Se jena në mujën e Gjakovës edhe mysafir të kemi Gjakovar, për sëri. Qështë po të shkojnë? Mirë. Pa shtrik po du me ditë, ndoshta me i doa disa sekrete dhe detaje me ne për ushqimin e detit. A ka naj veçanti, naj veçori kështu që mundesh me na tregu qysh përgatitën, a du të me pas kujdes ma shumë gjatë përgatitjes, a du të me trajtu ndoshta më mirë, diçka naj veçori, apo na tregon? Po përveç vlera ushqyse që i ka shumë të mira dhe që i ka veç ushqimi i detit e nuk i kanë pjesë tjera, i kanë edhe të metat e tyre në rast se nuk trajtohen mirë. Po. Për shembull, në kohë të sotit është shumë e frekuentuar ushqimi krudë që i thojmë na. Po. Nëse nuk trajtohet mirë, din me pas probleme. Domethënë e lyp një trajtim ngrirje të thellë, temperatura shumë ftofta minus 30-40. E cilat janë ndoshta ato problemet që mund të jenë shkaku i mos kujdesit mirë? Dhe mos Shkaku i mos kujdesit përgatitjes mirë mund të më çu deri te infektimi me virus edhe parazit ndryshëm që mundin me jetu në trupin e njerit deri në 3 vjet pa dhënë simptoma. Okej, pra do të thonë që nga shumë rrezik dhe për gjithë ju Në shikues rast të se dashur. gatuhet është në rregull, po nëse vendosni me hongër gjallë, që është po njihet krudë, është dek që duhet me njoft para se me provu. Po ndonjë sekret tjetër kështu me dalë shija ma e mirë. Duhet me po punën, edhe duhet me dash shumë. Okej. E ndoshta edhe përdorimi i produkteve të Podravkës? A është një prej sekreteve? Sidomos piperi i zi në këtë rast është këq. Këq. Okej, unë e pëlqeu edhe ty me vazhdu, Shumë e tash faleminderit. është koha ndoshta edhe për një blok tjetër të marketingut, blokun e dytë marketingut, edhe po rikthehemi me njëherë edhe me mysafirët këto, edhe me pjatat, po e shohim edhe procesin gjatë kësaj kohe, edhe shikues të dashur, qëndroni me ne deri në fund të këtij emisioni, sepse vetëm pas pak do kemi mysafir shumë të veçantë këtu në studion e Pasion e Profesion.
Shikues të dashur, u rikthyem në studio të Pasion e Profesion pas bllokut të dytë të marketingut. E tani kënaqësia ime është që të kemi të ftuar grupin muzikor Rilindja, një grup të rinjësh, të njohur për përkushtimin, interpretimin cilësor dhe repertorin e tyre të pasur. Këtu në Pasion e Profesion, ata do ndajnë me ne rrugtimin e tyre artistik, sfidat dhe sukseset ndër vite. I mirëpresim pra këtu në studio. Mirë se na erdhët, është kënaqësi e madhe t'ju kemi këtu. Urdhënoni, uluni. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Sa kënaqësi e madhe t'ju kemi këtu, faleminderit shumë që keni ardhur. Na kanë ardhur pra në muaj në sofrën e Gjakovës. Përsëri kemi Gjakovar, është kënaqësi shumë e madhe. Mirë se keni ardhur, këtu bashkë me mua janë Aldi Bunjaku, po ju prezantoj kështu, Ari Juniku, Arsa Kumnova dhe Edri Stavileci. Përshëndetje edhe juve. Është kënaqësi shumë e madhe që kemi këtu, po filloj me ty Edri ndoshta, edhe të gjithë kështu nga pak së bashku. A mundesh më na tregu pak të fillimit, si ka ardhur ideja me themelu grupin Rilindja, edhe a ka qenë lehtë me u bashku të gjithë ju rreth kësaj ideje edhe pra për themelimin e këtij grupi? Po, fillimet e grupit Rilindja janë në vitin 2023, ku fillimisht fillojmë si një grup i muzikës rock. Do thot, ku antarët fillestar kemi qenë unë, Aldi edhe Ari, me kitare. Tret kemi qenë me kitare. Tret me kitare. Disa me kitare elektrike, dikush me akustike, qysh varsisht mundësive, dhe një jazzist cilin varsisht të ndryshim. Po, pasaj erdhën disa antarë tjerë, u largun disa antarë tjerë, edhe formati tanishëm jemi një të katërt, por në aktivitete ne gjithmonë interpretojmë edhe me bas. Po, e keni Arsën të vetë në vajzë, pse? është po besoj kënaqësi e madhe me punu gjithë ju bashkë, por me qenë edhe kjo vajzë ka që ëmbël Arsa këtu bashkë me ju. Arsa, kur është ardhur në grup, e ka shtu një sharm shumë të madh grupit. Pse e tham këta, se vokali feminor i jep një estetik shumë të madhe, qoftë muzikore, po estetike dhe nduke. Gjithmonë kur është në prezencë një vajzë, është më mirë. Ne kemi pas shef, kemi pas 2 vajza, po ja që kështu është ardhur për më koordinu. Po ndoshta edhe të ardhmen mundeni me pas ndonjë shtim të antarëve të grupit, a veç keni vendos t'jeni vetëm jo? Jo, as pak, dëshira është e jona, madje ne në bazë të aktiviteteve. Sa më shumë që neve na mundsojnë mundësit, ne bomi sa më shumë. Do thotë ka raste ku ne performojmë me 7 veta, po ne të katërtit ne jemi baza e grupit Rilindja. Po pse keni vendosur mja alun këtë emrin, grupi Rilindja? Grupi Rilindja është emër cilin ja ka lënë Modest Zeka, një ish antar i grupit Rilindja. Ka qenë ideja ati. Ky emër është vendosur për shkak se ne po ripërtrim një muzikë e cila është interpretuar dikur. Po edhe pse repertori ynë përfshin edhe këngë të tanishme, këngë moderne, por kryesisht është motivi i këngëve të vjetra, të lehta, shtetare dhe popullore. Po, a mbani mend performancën e parë, ndoshta kjo pyetje për ju të tre, cili po na përgjigjet, dhe si kanë qenë ato ndjenjat e performancës të parë. Mundesh me e marrë dhe mikrofonin aty? Duke mos përfshirë koncert dhe shkollës që ne kemi filluar, pra faktikisht kemi dalë në për shkollë si duke organizuar programet ndryshme shkollore. Gjithë kemi qenë me një shkollë, pra ka qenë shumë e lehtë me organizu kësi programe. Jashtë programeve shkollore, performanca e parë ka qenë në Qarshinë e Vjetër të Gjakovës, në Kuzinë, e ka pas paraemër një vendi ku kemi performu, dhe hera parë, premiera e grupit tonë, faktikisht për bje, dhe ka qenë një natë e parrushme. Po besoj edhe që jeni të rritur, apo jo? Se kjo është emision edhe i kuzhinës. Po besoj që... Kemi ardhur prej Gjakovës, pamet janë të mrekullueshme. Edhe aroma po vjen shumë e mirë. 2 orë rrugë. I presim pra Leoni dhe Pashtriku, po besoj që janë tashmë gati. Pashtriku po mundesh me ardh Pashtrik, dhe ashtu edhe Leoni. Kemi me provush që jemi shumë mira dhe i pres komentet e sinqerta nga ju. Faleminderit shumë. Po si a keni dalë që të bëni më të njohur për publikun?
njohja për publikun është diçka që faleminderit. Nuk e kemi prit ne, do thotë vetë populli është çuditshme se si për sa pak kohë kemi arrit me pas një shtrirë mjaft gjerë, jo vetëm në Kosovë, po edhe në Shqipni, Maqedoni, Malzi, e deri te dëgjues tonë që 20% e ndjekësve tanë në media sociale deri në 30% janë nga Gjermania. Do thotë janë shqiptar nga Gjermania, diaspora sonë. Neve na kanë ftuar me interpretu në Gjermani këtë vit, kuraj që të realizohet, edhe në Zvicër, kurse vitin e kaluar kemi interpretuar në Austri, po kemi pas interpretime edhe në Turqi. E çfarë kënaqësie kjo që do të dini edhe në vendet e tjera. Po besoj që edhe një pjatë është gati pas tek mundesh me sjell dhe më na tregu pak për pjatën mysafirëve tonë, se çfarë ju ke shërby? Sot kemi gatu pakirin me fruta deti, një post e lehtë edhe e shishme. Sa jeni adhurues të ushqimit? Kështu të ushqimit të detit flas, sepse veç si u ka shërby ju, besoj një të dy tash na vjen pjata. Adhurues ushqimit jemi shumë. Arsa e ka ushqimin në traditë familjare. Babai arsës ose krenar Komnova është nifet si ndër çebaptorët më popularizuara në shtetin e Gjakovës. Po për ushqim detit, mund të them që unë e ari pothuajse gjysmën e jetës sonë e kemi kaluar në Durrës edhe në përgjithësi nëpër Shqipni. Kemi pas një rast se do të prind tanë janë adhurues, gjyshrit janë adhurues shumë të mëdhej të Shqipnisë dhe nuk e di që ka diçka deti që s'kemi provu ende. Tash na tregon edhe Leoni se çka ka përgatit për një sot. Leon, faleminderit shumë. Kjo është Kung Pao Chicken, është një pjatë aziatike, një ndër preferumet e mia, shpresoj që ju pëlqen. Faleminderit shumë. Keni me marrë komentet e sinqerta nga grupi Rilindja, kështu që po besoj që keni me unë të kënaqur edhe jo. Po, a ju ka përkrahur dikush prej artistëve gjatë kësaj kohe? Fillimisht përkraja fillon prej familjes. Familja është kyçe, do thotë po nuk e përkrahej familja, shumë kemi miq tanë që nuk i le familja me po muzikë dhe marrën. Po neve jo vetëm që na kanë përkrahur, po në shtëpinë time i kam 23 instrumente. Do të thotë është një përkrahje shumë e madhe. Aldi ka 1000 CD-a, shumë pllaka gramofoni. Ari po ashtu me koleksionet e veta, Arsa edhe kështu. Përkraja pastaj vazhdon te profesorët tanë të muzikës, te profesorët tjerë, e deri te këngëtarët edhe artistët, ku mund të filloj prej Besarvules, profesor Besarvula, i cili është kryesori, ka qenë javën e kaluar në emision së bashku me ansamblin. Po për këngëtar që pyete fiks është Edi Furra, i cili e përshëndesim shumë, na ka përkrahur disa herë. Kush tjetër nga fusha muzikore, mund të them kemi profesor Bahar Latin. Pas keni përkrahje. Po, edhe profesor Krenar Doli. Po me çfarë sfida përballeni? Sfidën që kemi pasur në fillim ka qenë vendi i mbajtjes së provave. Për momentin i kemi pas disa vende ndryshme të provave, kemi mbajtur prova në Pallatin e Kulturës, Asim Vokshin në Gjakov, po ashtu edhe nëpër kabinetet shkollave të ndryshme në qytetin tonë. Për momentin tani mbajmë nëpër shtëpia të gjithë secilit. Aldi ka një mini studio të veten, e ka pak mundësinë ma të gjanë, po edhe Edri na ka hap dyrt shumë herë për me mbajt prova. I largojnë familjarët edhe mbajnë Edhe prova. mbani prova. Po çish arrini me i menaxhu provat, performancat edhe studimet, gjitha këto bashk? Për këta duna me nisë me i prezentu gjithë secilin, se jemi shumë karaktere të ndryshme për nga ana jashtë muzikore. Ari është i tretë, do të ka vendet nalta për matematikën në Kosovë. Si vjet do të përvacojmë do të Kosovë në Lituani. Ari është një matematician shumë i fortë. Aldi është vetëm në vit dytë. Do të keni të mirë edhe në fusha tjera, përveç muzikës. E vlerësoj njerëzit, Ari është ende në vit dytë, Aldi është në vit tretë. Aldi është kitarist me shkollë. Arsa është solo këndim. Ka qenë nxënëse në violinë.
interpreton edhe në piano, edhe Aldi interpreton në piano. Gjithë jemi multi-instrumentistë, kurse unë jam në gjimnaz, edhe synoj për mjekësi. Do të thotë, asnjëri nuk jemi në fakultet, jemi dy prej nesh jemi maturant. Po. Është interesante. Kaq stri, po t'ju bëj një pyetje kështu, pse keni përgjigjur këngët e vjetra edhe për punimin e tyre, po edhe rikthimin e tyre në skenë? Pak ma herë të diskutum, tash ne dëgjojmë edhe muzikën rock shumë. Shumë, po këngët e vjetra ne jemi rrit me to. A ka qenë ndoshta kjo arsyeja e vetme? Jo, po thjesht janë bukra. Edhe nuk e di, dikush ndoshta ka qenë edhe inspirimi nga prindrit, nga gjyshi, doktor Mini Pozhegu, cilin e përshëndes shumë. E përshëndesim edhe ne. Me gjyshin unë e Arë jemi rritë për ati e kemi marrë motivin muzikor, kurse Arsa ka babajnë e saj, i cili është shumë marakli i madh i muzikës. Aldi po ashtu, babaj i ti ka nifet si ndër koleksionerët më të mëdhej arkiva muzikore. Po sipas jush, a vlerësohet sa duhet muzika e vjetër, qytetare, e popullore? Sa ka interesim ndoshta me u dëgju edhe nga grup moshat e juja? Po, muzika popullore dëgjohet ma tepër. Muzika lehtë është ajo cila gjithmonë është sfidë për ne. Muzika lehtë është një aspekt i muzikës i cili duhet të ushtrohet me muja, disa këngë, e kur vjen puna te interpretimi, gjithmonë muzika popullore do të vlerësohet ma tepër. Mo tash nuk po flasim për zhanre tjera të cilat i kanë me thonë me fjalë popullore, i kanë përbi këto dyja. Po, nëse flasim vetëm për popullore dhe muzikë lehtë, ne formati jonë është për muzikë lehtë, po ne interpretojmë edhe popullore. I dojmë të dyja, po muzika lehtë është ajo që na ka marrë zemra të gjithëve. Po, a keni ndonjë projekt konkret që keni realizu, ose me na folë edhe çka keni plan të realizoni, ndoshta do kemi ndonjë risi prej juve. Arsa mundet me na përgjigj këtu sepse nuk ja dëgjuam zërin ende. Atëherë, projektet e realizuara më parë ka qenë një album për te heshtjes, albumi i parë i grupit, edhe deri tash i vetmi album. Edhe është promovuar në vitin 2024 në tetor. Tash jemi të punu edhe një album të ri, pritet me pas diku rreth 15 këngë të rikomponuara. Ndoshta këtë vit do na sjellni apo jo? Po. Në muajt e vijim. Në muajt në vijim. Mezi i presim. Po ndonjë risi tjetër, ndonjë performancë përveç atyre që na tregove që ju kanë ftuar edhe në vendet e tjera, ndonjë festival ndoshta? Sa i përket albumit, si pikë e parë, se kjo është shumë interesant, do të jetë diçka shumë e veçantë. Ky album do të sjellë në jetë disa këngë cilat janë plotësisht harruane. Po të shkojmë edhe në Shkodër, ndoshta... A mundeni me na tregu disa ajo? Jo, akoma si janë sekret. Jemi ende në prova, pritet që mbas disa jave ta xhirojmë edhe kështu deri të vjetë lançimi i albumit, i cili presim ta kemi para verës. Po për projektet e reja, ne kemi filluar me komponu disa këngë. E kam thonë moti publikisht në televizion, po tash ka nisë me marrë formë. Janë afro 10 këngë, cilat i kemi komponu, edhe pritet që ti realizojmë një ka një, edhe vitin e ardhshëm me bot diçka interesante, cilën nuk mund me thonë publikisht. Nuk mundesh me na tregu publikisht. Atëherë po besoj që tash më është koha edhe të shijojmë ushqimin në Pasion e Profesion, edhe nëse keni diçka për fund. Për fund, e kam një mesazh për gjeneratës tonë. Po. I falenderit për gjitha gjeneratat që na dëgjojnë, edhe kudo që shkojmë kemi një ambient mbushur plot vetëm për ne, por për enkas për gjeneratën tonë, një thirrje për veç me dëgju një herë. Nuk ndodh dikush që e kanë dëgju një herë muzikën e lehtë dhe popullore dhe më thonë nuk më pëlqen. Ja, ose se kanë gu ata duhurën, që është të tine, ose se kanë gu këngëtarin e preferuar, po është të shqiptarëve, është muzika jonë, e kemi i dasht, pa qare. Normalisht, faleminderit shumë që ishtë pjesë e emisionit dhe për këtë intervistë kaq të këndshme, ishte shumë kënaqësi e madhe që kemi këtu dhe po e shijojmë ushqimin tash. Faleminderit. Po du me e ditë komentin e juj. Fola shumë.
Për ushqimin. Po vazhdoj tash edhe për ushqimin. Vetë muzika jonë është muzike mandolinave, cila është muzike breakdanceit. Kjo qenë ka përfaqësimi breakdanceit. Kjo të da kujdej ka një plazh, një det. Ushqimi i shishëm. Ushqimi i shishëm i mrekullueshëm, do të thotë një natyrë verore, cilët vetëm breakdancin mediterran. Përdryshe mrekulli, klumshin durt. Unë jam të e provu tondën, të e shiu tondën, kështu që shumë e mirë. Pastrik, nuk disha edhe për tondën, se e kem provu ma herët. E ju boft mirë? Vazhdo. E shikues të dashur, tashmë edhe i erdhi fundi edhe këtij emisioni të Pasioni Profesion. Dua të falenderoj shumë për pjesëmarrjen Leoni, i cili ishte kënaqësi shumë e madhe që të shijojmë pjatën tënde, një pjatë fantastike, shumë e shishme. Gjithashtu edhe të shohim këtu, duke përgatit në emision, sepse vetëm rrjetet sociale të kemi pa. Veç në kuzhinën tem, ke eksperiencë mirë për mu, ndryshe është shumë e gatu me një kuzhinë tjetër, është si me A ishe këty prapë? Po, isha këty. Faleminderit. Të presim përsëri pra. Faleminderit shumë edhe një Alon, ishte shumë kënaqësi e madhe. Dhe pashtrikun do e kemi përsëri në Pasioni Profesion. Ndoshta javën tjetër? Ndoshta. Amas 2 javë, amas 3 javë. Ç'është plani? Faleminderit shumë Pashtrik, është kënaqësi si gjithmonë. Gjithashtu. Kjo ata ishte fantastike, si gjithmonë, e ne shihemi përsëri në episodin tjetër. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe një herë. E shikues dashur, si çdo herë tjetër, patëm kënaqësinë që të ndajmë me ju biseda dhe momente të vlefshme. Falenderoj mysafirët tanë për praninë dhe kontributin e tyre, si dhe juve për vëmendjen dhe besnikrinë që tregoni ndaj emisionit tonë. Dhe mos harroni, nuk ka dashuri më të sinqertë se dashuria për ushqimin. Mirupafshim dhe natën e mirë nga unë. Ky emision mundësohet nga Podravka.